po kështu edhe ajo prishja në mënyrë të paditur dhe të pakujdesshme e florës bakteriale në zor. Kjo detyrimisht do të na japi një çrregullim, një uri si thuaç të trurit dhe të trupit ton. E cila do të ishin ato simptoma? Për shembull, një lodhje shpesh që kërkon të rish shtrirë, nyjet limfatike që sikur enjten, emocionalisht njeriu është i stresuar, kemi një marrje mendsh, kemi një dhimbje fyti, edhe kur çohemi me zor që mund të qëndrojmë në këmbë dhe duam të rrim shtrirë, mundet që të kemi një fryrje të barkut dhe të zorëve, ose një ngjeshje, një dhimbje në stomak, një ngjeshje, një ngushtim të kraharorit deri sikur po mbydhemi, një tharje të gojës ose një gojë e hidhur dhe arterioskleroza. Pra, qëndrimi sedentar ne na krijon pllakëza dhe na ngushton arteriet në trupin ton.